Moika kaikille. Tässä videossa me opiskelemme 6 verbityypin verbejä ja niiden taivuttamista. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të mësojmë llojin e foljes numër 6, do të thotë që edhe është e funit, edhe do të thotë konjugimin e tij. Le të fillojmë, do të thotë këtu kemi verbi typi kusi. E kemi lloj verbit numër 6, do të thotë si mund ta identifikojmë verbin numër 6 nga verbet e tjera. E identifikojmë nga ajo se përfundon me rroke, do të thotë eta ose eta. Siç është kështu, do të thotë eta ose eta. Çfarë do të bëjmë në atë rast? Do të thotë kur verbi vjen në këtë rast, do të thotë me këtë formë, si është kjo van heta, që do të thotë të vjetërut ose të plaket. Si mund ta bëjmë zgjedhimin? Më spori do të thotë e bëjmë te a pois, edhe këtu jetë van he. Do të thotë kur të bëjmë te edhe a pois, gjithmonë do të më shtue ne për me formu verbin. Do të thotë ne shtuhet, këtu bo mina, van he ne, në. Kjo në janë fund, do të thotë, vjen kur do të thotë kjo mbaresa në fund që ka ardhur këtu, kjo shkruajnë në fund, është do të thotë me kallëzu që mina, unë jam në pyetje, për shembull mina, van henen, unë vjetërum, unë plaken. Do të thotë kjo kështu bëhet zgjedhimi i verbit van heta, edhe këto aty në verbe që përfundojnë do të thotë me eta, ka edhe përjashtime disa verbe që mund të më sikur shembull pojketa, mina pojkan. Po janë ato verbe janë shumë atravo, të thotë unë përjashtuam për shembull nga rruga, tillta mina pojkan tillta, unë përjashtuam nga rruga, dal nga rruga. Po në këtë rast kemi verbin van heta, që do të thotë të vjetërut ose të plaket. Për shembull mina van henen, unë plaken. Sina van henet, ti plakesh hen. Van hene, të si shpeshene të thotë hen, ajo sa ajo, nuk ka mbares të vetën, që e merr sikur te edhe en, të për shembull unë e marr en, sina te e merr ten, hen nuk ka shkruan të vetën, por do të thotë e bën double shkruanën e fundit, sido që të jetë. Nëse vjen e i, bën dy eja, këtu bën double. Me, këtu janë do të thotë shumë lehtë, kjo me van henem me, kjo me vjen këtu bën double, me van henem me. Për shembull ne plakemi, vjetërumi te van henete, ju plakeni edhe he van hene vat. Do thotë he, ata ose ato, bëhet vat. Kjo gjithmonë e merr kur është në prezent pozitiv e merr vat. Do thotë he van hene vat, ata ose ato plaken. Në sqarim, hen në gjuhën finlandeze është veç hen. Në gjuhën shqipe është ajo ose ajo, por në finlandisht është vetëm hen. Ajo ose ajo është njëjtë, do thotë e njëjta fjalë, hen, ajo ose ajo, edhe he, ata ose ato është njëjtë, do thotë ata ose ato vjetëruan. Këtu kemi verbin lyheta, që do thotë të shkurtohet. Edhe kjo do thotë bëhet sikur kjo që bëhet pois te a, edhe këtu lyheta, ta bëhet pois, edhe këtu jetë lyhe, edhe këtu shtohet kjo neja, që thash më herët, ne, lyhene, në. Këtu lyhene, mina lyhene, për shembull shkurtohem. Po këtu janë disa verbe që nuk përdoren për, si për shembull për mina, sina, me, te, por përdoret për se, ose ne. Për shembull, në këtë rast, lyheta është të shkurtohet në atë aspektin. Po mund të themi për shembull talvella, tajvat, lyhenevat. Do thotë në dimër dhe të shkurtohen, do thotë bëhen më të vogla. Po këto zgjedhime do ta bëjmë sido që tjetë, edhe pse nuk përdoret për shembull shumë kjo. Mina lyhenen, unë shkurtohem. Sina lyhenet, ti shkurtohesh. Hen lyhene ose ajo shkurtohet, ose mundet me konë shembull päiva lyhene, dita shkurtohet. Me lyhene me, te lyhenete, edhe he lyhene vat. Do të thotë kjo qysh pesheni, lyhene vat. Këtu është në këtë rast pa pika, kum lënë pa pika për arsye se me bos shpjegimin që nëse verbi vjen me pika, sikur të qartë lyheta, edhe këtu do të mja vendos pikat më bë lyhene vat. Ky është verbi pideta, që do të zgjatet. Këtu mas pari pësoni kope e te, do të thotë kope e te, do të thotë kur është deja, këtu bëhet te, do të thotë shndërrohet. E njëjta zgjedhimi bëhet e njëjtë, këtu bëhet te a pois, edhe këtu shtohet ne, këtu bëhet pite ne.
pitene, do të thotë zgjatet. Kjo deja është bo te, edhe këto bo pitene. Për shembull, mina pitenen, unë zgjatem në atë aspektin, por edhe kjo përdoret për shembull kesalla, pajvat pitenevat. Do të thotë në verë, ditët zgjaten. Sina pitenet, ti zgjatesh, hen pitene, ajo sa jo zgjatet. Këtu do të thotë kemi dy eja double që që shpjegova më herët edhe këto rastet e mëparshme. Bo double që kënë e fundit. Me, pitene me, te, pitene te, ju zgjaten dhe he, pitene vet, ata sa të zgjaten. Këtu kemi verbin kylmeta, që do të thotë toftohet. Këtu botë njëtë zgjedhim te a botë pojs, edhe këtu jetë kylme, shtut edhe kjo ne, kylme ne. Kur jam unë në pyetje shtut eni, kylme nen, unë ftohem, po kjo do të thotë nuk përdoret në atë aspektin shumë për njerëzit, po përdoret për gjithse nëse për shembull kafja. Nëse ju kom ofru kafe dikuj ose diçka, edhe mu mi thot për shembull ju ka kahvit, koska ne kylmen e vat. Për shembull i referohet na shumësit njerëzve, ju ka kahvit, koska ne kylmen e vat. Pini kafet sepse ato ftohen. Kjo ka kuptimin, por mundemi me thënë edhe illtajsin, për shembull, ose tallvisin, do thotë dimrave, gjatë dimrit, do thotë tallvisin pajvat kylmen e vat, do thotë gjatë dimrit ditët ftohen në atë aspektin, bëhen më të ftohta. Kylmeta, mina e bojnë allëgjëllimin në persona moto, mina kylmenen, unë ftohem, sina kylmenet, ti ftohesh, hen kylmene, ajo sa ju ftohet, me kylmene me, te kylmenet te, ja he kylmene vet, ata sa të ftohen. Edhe këtu kemi verbin kumeta, që kjo do të të nxehet ose të bëhet diçka me temperaturë në atë aspektin. Për shembull, mas pore bojnë allëgjëllimin, te ja bëhet pojs, edhe këtu jetë kume, shtohet kjo ne, pra kume ne bëhet. Për shembull, këtu kume ne, shtoj mina kumenen. Për shembull, kur thonë mina kumenen, e ka në atë aspektin, muna me thonë nëzej në atë aspektin edhe nësë është në muhabet, po mundet me konë edhe prej temperaturë, do thotë mina kumenen, unë bo me temperaturë, do thotë fillon nxehtësia, për shembull në kokë, ose në trup. Muna me thonë për shembull me në shembull, hen alkoj kumeta illallah, do thotë ai filloi të kishte temperaturë në mbrëmje, ose lapsi alkoj kumeta illallah, taj ylla, do thotë fëmia filloi të kishte temperaturë pas dite, do thotë në mbrëmje ose natën ylla, gjatë natës. Së do që tjetë, ne bojnë allëgjëllimin, mina kumenen, sina kumenet, hen kumene, me kumene me, te kumenet te, ja he kumene vat. Do të ata sa të bojnë me temperaturën nxehet. Këtu i kemi dë shembuj që i kom shkrue, për shembull, ato e kom shkrue, edhe pse nuk muj me qika mirë në edhe anjenaj. Vetëm pak. Këtu i kom marrë për shembull ku kom shkrue, për shembull, ihmiset vanhen e vat jo ka pejva, do të thotë njerëzit plaken çdo ditë. Jo ka, do të thotë çdo pejva ditë, çdo ditë. Tu është tallvella pajvat lyhen e vet, do të thotë në dimër, ditët shkurtohen. Tallvella është në dimën, tallvi është dimri, tallvella është në dimën, pajvat janë ditët, lyhen e vet është shkurtohet. Tu kemi kesa, i bjen vera. Këtë rast e kemi kesa la është verë, në verë do të thotë, kjo la e bën në, kesa la pajvat piten e vat, do të thotë kesa la në verë pajvat ditët piten e vat zgjaten, do të thotë piten e vat do të thotë zgjaten. Ja ihmiset nautivat aurinkoisista päivistä, do të thotë ja ihmiset edhe njerëzit nautivat, kjo nautivat do thotë të shijosh, ja ihmiset nautivat dhe njerëzit shijojnë aurinkoisista päivistä, do thotë ditët me diell. Do thotë në verë ditët zgjaten dhe njerëzit shijojnë
do thot ditët me diell. Kjo do të thotë shembull që mora më herët, ju ka kahvit, koska ne kylmen e vat, pini kafet, koska sepse ne, ato ne janë kafet, në këtë rast ne kylmen e vat ato ftohen. Hen alkoj kumeta illalla, hen do është ajo sa ajo, alkoj do thotë filloj, është në past, në kohën e shkume do thotë, e pakryme. Hen alkoj, do thotë hen alkoj, ai filloi kumeta, të kishte temperaturë, illalla në mbrëmje. Kjo do thotë per osmoto, illalla është illta, që do thotë mbrëmja, po në këtë rast pësën kopeti edhe bot illa, edhe kjo la në, illalla në mbrëmje. Edhe këtu kemi do thotë verbin me, e me, nuare, do thotë nuare ta është perus nominative verbi, e shkruaj këtu. Kjo nuare ta e ka kuptimin të partërijet, të bëhet majeritet në të aspektin, për shembull, këtë rast mund me thonë me e me nuare ne, edhe kjo pas gjëllimi, sikur i tjera, te pojs, te al pojs, këtu jetë nuare ne. Këtu e kemi prezent negativin moto, do thotë me, e me nuare ne, do thotë ne nuk partërijemi e ka kuptimin. Unë me morë edhe verbin villet, Unë me shkru dhe verbin të villet, Kjo do të thotë të freskohet. Për shembull, mund me morë shembullin kesella se villen do të thotë në verë, moti do të thotë freskohet. Do të thotë e ka atë kuptimin mu bo maj freskët. Kjo ishte sa i përket kësaj videos, shpresoj ta keni kuptuar dhe ju njoftoj që kjo ishte video do të thotë sa i përket verbeve, forma verbeve prezent, nga 1 deri në 6, do të thotë gjithsej i kemi 6 verbe në gjuhën finlandeze siç e kom shpjegu dhe në videot e më parshme. Do të thotë verbi i parë deri tek i 5 ju shpjegu në videot e kaluara, kjo ishte rrodha e verbit numër 6, pra ta sy morëm edhe shembuj pak më shumë. Do të thotë sa i përket verbeve prezent i kemi shpjegu jo gjitha këtu i keni edhe në videot e më pashme mundi me gjitë nëse doni me i shiku prap. Dhe vazhdojna në videot e radhës me video tjera, si për shembull mundi me i shpjegu verbit imperfektin. Do të thotë këtu kanë qenë si mund të themi në prezent, mundemi me i shpjegu edhe do të thotë imperfektin, si mundemi me thënë, për shembull në sen që u bo për shembull. Kesalla pajvat piten e vat, do thotë në verë ditët zgjatën, ose kesalla pajvat piten i vat, në verë ditët zgjatën, por të shikojmë në videot e radhshme. Faleminderit që shkuat, që jemi në videon e radhës. Mojka.